qenë në Index Online, ku thot që po dojnë në farë mënyrë me prish edhe imazhin e klubit, por edhe unë shpresoj që të mos jetë, po themi e vërtet, sepse i prish vërtet imazhin e komplet Superligës se lemon të një klubi. Mendoj që kemi pas dyshime, ndoshta po themi ashtu, nuk e filluar nga ndeshja e kupës ku e kemi pas si starton Drita, po në anën tjetër e kemi ditë arsye pse Drita po luan me formacionin e dytë, po themi ashtu, duke ditë që ka pas ndeshje të rëndësishme në gatë e Evropës. Në anën tjetër kemi kështu po themi po dal nga Kastaria, po themi kështu llafet kafeve, tash fiton Drita ndeshjen në Superligë. Por ndoshta edhe prokuroria ka filluar pikërisht prej llafeve nëpër kafe, sepse nuk e di që unë jam kundër çdo trokimi, çdo biznesi, po themi ashtu në futboll, kështu që nuk s'kam qef edhe me besu që mund me ndodhë diçka e tillë në Superligën e Kosovës ose kudo qoftë, por këto momentalisht janë